presim ligën e dytë dhe ligën e parë të shohim ku mund të pozicionohemi në tërësitë në Europë. Tani, për të më shpjeguar mua, Franco, edhe gjithë atyre të cilët e njohin sportin, e duan sportin, por nuk e kuptojnë ashtu siç ti e kupton, se ti e ke punën tënde të përditshme. Më thuaj pak, liga, çfarë, pra, ne tashmë duhet grumbullojmë pikë për të kaluar në ligën e radhës, Shqipëria duhet që të grumbullojë pikë. Më sqaro, bëu mësuesi im tani për Është i vetmi kampionat që ne nuk marrim medalje, është i vetmi kampionat që ne nuk marrim medalje ajrit, cermit dhe argjentit. Jemi thjesht vendi i parë merr 15 pikë, atëherë pret në vendin e dytë që merr 13 pikë, edhe kështu 11 pikë. Sa më shumë sportistë që të kesh ti cilësor ose të marrin vetë pozicione shumë të mira, është që jep pikë Shqipërisë edhe pozicionohet më lart. Për të pasur më pas për të qenë prezent në kampionatet e radhës. Po, kjo është liga e tretë, jemi në ligën e tretë, jemi bashkë me shumë shtete të tjera si Çipro, Kosova, Maqedonia, Malizi, edhe kështu që të gjithë garojnë, edhe në fund tre ekipet më të mira, tre shtetet më të mira kualifikohen për në ligën e dytë. Nëse në tre shtetet më dobta të ligës së dytë, bie në ligën e tretë. Kështu funksionon një kampionat. Kështu që ka e qartë, pak a shumë si kampionat, e kuptova. Nuk është se nga kampionati marr më shumë erë, po të paktën atletikën edhe këtë pjesë tjetër të sportit e kam dashur më fort se sa të tjerat. Gjithsesi, Franco, tani ndërkohë që ti je në këtë fazë, pra ke thyer një rekord, bashkë me rekordin vjen edhe emri yt në histori, po unë dua të kuptoj pak më shumë për ty. Sa vite ke ti që investohesh në atletik, edhe ç'ne ky pasion? Nga ka lindur ky pasion për atletikën? Praktikisht unë kam filluar atletikën në moshë të madhe, kam filluar në moshën 18 vjeçe, kam rreth 9 vite që jam pjesë e atletikës. Po? Ka fillu çuditshëm ndoshta si hobi ose si me kalu kohën, u bë shumë shpesh si pasion. Edhe duke marrë 18 vjeç, po ç'ne 18 vjeç? 18 vjeç njerëzit shkojnë në një gjë tjetër, ti fillove atletikën. Si? Po nuk e di, varisht një shoku që kishte filluar atletikën më përpara, atëherë unë u takova me profesorin tim aktualisht Bruno Rotanin, edhe natyrisht ai ndoshta ka pa ato cilësitë e mia të mijat, edhe kështu që mori në atletikë. Edhe të mori në atletik. Çfarë cilësish duhen për të qenë një atlet? Po nuk e di, do të përshtanin, por natyrisht shpejtësia, gjatësia, ndoshta forca, shumë komponent kryesor. Të ndihmon fakti që nuk po e nis kështu në fakt, pyetja po e nis ndryshe, po them, të dëmton fakti ose të pengon më saktë, se dëmtimi jo, po të pengon fakti që e ke nisur 18 vjeç, dhe nëse do ta kishe nisur më herët, me sa duket ti 18 vjeç e ke filluar dhe ke kapur rekordin në 46 sekonda. Imagjinoje ta kishe nisur që 10. Po tash nuk e di se do kishe ardhur nga Slovenia me vrap.